Java e 17 e kampionatit në ligën e parë të futbollit vendor ka vazhduar dhe sot me 2 ndeshjet kampionale. Ndeshja mes Vardarit dhe Arsimit të Çegranit, që u zhvillua në terenin e kampit stërvitor të FFM-s, pas 90 minutave lojë përfundoi me rezultat 5-1. Autor të golave për liderin në rënditjen e tabelës ishin Stefan Cvetković, Boban Nikolov, Darko Velkovski, Namjana Bosanic dhe Azar Omeragic, ndërsa golin e nderit për Arsimin e shënoi Ajredin Cuculi nga penaltia. Me këta 3 pikë, Vardari tani kryeson me 45 pikë, ndërsa Arsimi mbetet në kuotën e 22 pikëve. Në ndeshjen tjetër që u zhvillua sot me Sileksit dhe Bashkimit në Kratov, përfundoi me rezultat të barabartë pa gola 0-0 dhe pse gjatë 90 minutave ekipet patën disa raste që nuk ditën të realizojnë. Pas kësaj ndeshje, Sileksi mbetet në pozitën e 4 me 32 pikë, ndërsa Bashkimi ngjitet në pozitën e 5 me 23 pikë. Pas ndeshjeve të djeshme dhe të sotme, tabelën e kryeson Vardari me 45 pikë, para Struga Trimlum që ka 41 pikë dhe Shkëndija në vendin e 3 me 39 pikë. Ndërsa java e 17 mbyllet nesër me ndeshjet AP Brera Makedonia Gjorgje Petrov dhe Pelisteri Rabotnički që fillojnë në orën 14.